What I'm doing. Che cosa sto facendo? Çfarë po bëj? Tani po ja u tregoj. Thjesht po i marr rozmarinës dhe e dini pse? Ka një sekret që jam i bindur që do t'ju interesoj shumë. Merreni me mend, në Egjiptin e lashtë rozmarina përdorej për të balsamosur trupat e njerëzve dhe në fund do t'ja u tregoj se përse. Përse bënin, vendosnin rozmarinën për të balsamosur trupat. Madje romakët e lashtë e përdornin rozmarinën sepse për ta prezantonte memorien. Po, rozmarina. Në fakt, si që keni parë dhe në për filma, shpesh përveç frutave, ka edhe rozmarin në tavolinat e romakëve të lashtë. Ku i dinin romakët e lashtë që kjo, pra rozmarina, sjell memorien ose prezanton memorien dhe përse në Egjiptin e lashtë përdorej rozmarina? Si që thash, tani po ja u tregoj. Në muajt e fundit, para një viti, shkencëtarët kanë zbuluar që rozmarina rikthen vërtet memorien. Në fakt, ata po mundohen, pra janë duke bërë, nëpërmjet laboratoreve, të bëjnë një ilaç për memorien, sepse kanë vënë re nga testet e kryera që me anë të rozmarinës mund të shërojnë edhe njerëzit me Alzheimer. Po, sepse rikthen memorien në rozmarina. Po, ne nuk mund ta marrim dot këtë ilaç, mjafton që të marrim erë. Ky është një nga lajmet më bomb, më interesant, më gjigant që unë mund të thosha kohët e fundit dhe më vjen keq që këto lajme nuk përmenden shpesh, madje anashkalohen, sepse askujt nuk i leverdis që ne të mund të shërohemi me anë të rozmarinës. Duhet të dini diçka dhe do ta mbyll me këtë. Në një film me Arnold Schwarzeneggerin, Total Recall, e kam thënë këtë por duhet ta përsëris edhe një herë, ka një thënie vërtet domethënëse në trailerin e parë që është bërë që e hoqën nga qarkullimi. E hoqën nga qarkullimi trailerin e parë. Ku thot, nëse unë do të vjedhja mendjen ty, pra e zëm si kur të mund të vjedh mendjen, ti, si do ta dish? Si do ta kuptosh në qoftë se unë të kam vjedhur mendjen? Nuk mund ta kuptosh kurrë. Pra, në qoftë se ti nuk mundesh të kujtosh gjërat, si do ta bësh ti që të rikthehet? Pra, ka vetëm mënyra natyrale dhe njëra nga këto është rozmarina. Të mbani mend që gjithë jeta jonë është alkimi. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Rozmarin. Pres komentet tuaja se çfarë mendimi keni për këtë.